Gjatë kësaj periudhe në Muzeun e Tepelenës është shënuar një rritje e numrit të vizitorëve kryesisht të huaj, të cilët janë tepër të interesuar për të mësuar më shumë rreth historisë së kësaj zone. Fillimi i pranverës sjell edhe vizitorët e parë për muzeun ton, gjithsesi ky numër fillon edhe rritet në fundin e majit, fillimin e qershorit, për sa i përket turistëve të huaj po flasim. Pastaj puna jon vazhdon me nxënësit e shkollave të Tepelenës me aktivitete të ndryshme, të cilat i zhvillojmë këtu dhe si pasorëve të mësimit që ata kanë. Ndërkohë, për rritjen e numrit të vizitorëve po bashkëpunohet edhe me agjensitë turistike. Ka qenë vazhdueshmëri në fakt kontakti me agjenci turistike, i cili do të na mundësoj rritjen e numrit të vizitorëve për të cilin kemi shumë nevojë. Vizitorët kanë një interes të veçantë për periudhën e komunizmit, pas viteve 45, pasi kanë një interes të veçantë edhe për kampin e Tepelenës për të cilin kanë dëgjuar, po ashtu edhe për pavionet e tjera. Muzeu Historik i Tepelenës mbetet një pikë referimi për ata që duan të njihen më nga afër me të shkuarën e kësaj zone. Ai jo vetëm ruan dëshmi të vjera të historisë lokale, por është edhe një hapësirë që nxit turizmin kulturor, duke e kthyer Tepelenën në një destinacion më të vizituar vit pas viti.